Të nderuar gjyqtar, e përmes jush përshëndes, po ashtu gjithë qytetarët e Kosovës që dje e festuan pavarësinë e tyre, qytetarët që jetojnë dhe në liri, në pavarësi dhe me drejtësi. Qëndroj sot këtu para jush të nderuar gjyqtar, jo se një kriminali që përshkruan akt akuza e prokurorisë, por si një njeri i lindur dhe i kalitur në luftra për dinjitet njerëzor, nga një popull ose në një popull që refuzoi që të zhdukej nga politikat e krimit dhe të gjenocidit të Serbisë. Pjesën më të madhe të jetës ime e kam kaluar i udhëhequr nga bindja se qenjet njerëzore meritojnë të jetojnë në liri. Pas ma shumë se 5 vitesh burgim të padrejt dhe si pas mendimit tim të panevojshëm, angazhimin tim politik dhe jetësor për jetë e liri jam angazhuar që heret. Dhe për të dhënë një rrëfim të vërtet të luftës sonë për pavarësi kundër politikave të përsekutimit dhe të gjenocidit të regjimit serb, të cilat sollën vujtje dhe shkatrim të papar për popullin e Kosovës. Për më shumë se 5 vjetë, besoj se me janë mohuar të drejtat e njeriut të garantuara nga Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut dhe lirit themelore. Ndërto, më rëndësishme është e drejta për të jetuar në liri, veçanërisht e drejta e një njeriu në fazën e fundit të jetës e tij për të jetuar vitet e mbetura me dinjitet pranë familjes dhe në ardhëm në lirë. Kjo më është bërë pa i shkaktuar pa drejtësi askujt, pa ja rrezikuar jetën asnjë njeriu të vetëm. Përkundrazi, kam rrezikuar jetën time jo vetëm gjatë luftës qëndrimtare, por që nga vitet 1972-73.